E ka lënë Austrinë për të kthyer në Kosovë dhe ka hapur firmën e tij Drenica. Sa mundesh me nxjerr komplet vitin? Po dikon për 25.000 zësh, dikon 100.000 euro, 130.000 euro bruto. Sa ke investuar në këtë biznes komplet? Po ka shku dikon rreth afër 50.000 euro. Po, në një zak e marrim gjallë të 2 cent, pastaj na i qesim shitje me 6 euro. Qysh kena punu në Evropë, me punu të njëjtën punë, edhe në punë tonë 100% ja vlen. Sa nxjerr për shembull këtu për 2 muaj ditë, atje nuk mundesh me nxjerr tan vitin. Çka ke punu në Austri? Si ke shqiptar, në Bashkëtell. Zogj ki këtu brenda? I kemi 3.500 brafërsisht. Prej ditës parë, kur t'i morëm zogj, i rrejsim vetë 45 ditë. Në ditën e 45 i qesim shitje. Përshëndetje për të gjithë miqt e mi, nga unë Eliona. Jemi sot në fshatin Runik të komunës së Skënderaj. Jemi ardhur për të takuar sot një fermer që ka ardhur nga Austria, pra e ka lënë Austrinë për të kthyer në Kosovë dhe ka hapur firmën e tij Drenica. Jeni bashkë me mua që ta takojmë. Trimar, tregom çysh ke filluar me u marrë me fermë, ka të lindi ideja? Me fermë, kom fillu me marrë kur kom kthy për Austrisë. Se prej vitit 2018 deri vitin 2024 kom jetuar dhe kom punuar në Austri. Pastaj më lindi ideja më kthy në vend me investu në vend. Se si në vend s'është kërkon. Dhe pastaj u ktheva 4 vite kom jetuar atje, u ktheva edhe investuava në firmën, shpesheni firma Drenica, e bojmë rritjen e zogjve, edhe përfitimet janë të mira, nuk është keq, sa nxjerr për shembull këtu për 2 muaj ditë, atje nuk mundesh me nxjerr tan vitin. Edhe mendova më mirë me investu në vend tem. Çka ke punu në Austri? Si ke shqiptar, në Bashkëtell. Pra, domethënë nuk ja ke dalë me rrugën që e ke marrë atje, sikur këto që shë bën punën. Jo. E po, tregom, çysh të lindi ideja për me fillu këtë firmë? Po më lindi ideja se djalën e mi që se ka merret me këtë punë dikon që 15 vite, pa ai nuk e ka kështu me firmë, po merret me biznes vogël të shtëpia. Tani me të kallzu drejtën, i morë lakmi atina edhe e hapa edhe tema. E ke hap firmën tonë. Sa punëtori ki këto ti? 2 punëtorë, edhe në vetë 3. Çysh mundi me ja dalë jo, domethënë 3 persona për me punu, sa zogj ki këtu brenda firmës? I kemi 3.500 brafërsisht. 3.500, domethënë 3.500 zogj, ju i mbani, domethënë veç 3 persona. Po, veç 3 persona. Sa mundeni me ja dalë kësaj pune? Po, është pak punë e lashme, po me sakrifica, me mund, ja dalëm disi. Qysh e menaxhon ti këtë punën tonë, sa e ki të vështirë? Po, është e vështirë, kogja shumë, po me këshyrë tash qysh kena punu në Evropë, me punu të njëjtën punë, edhe në punë tonë, 100% ja vlen. E për që ata, veç do të më nalë me mendu sa kena punu për tjetër kanë, e sa kena punu në Evropë, më nalë me punu në vend tonë, është këtë ndryshe. E për që ata ja vlen. Qysh e kanë prit prindët tu kur je kthyti në Kosovë dhe e kanë prit qysh është mas mirë ti, me shumë gëzim. Sa ata çdo herë më kanë thonë më kthy, derisa mora vendimin vetë edhe u ktheva. Sa ata kanë besu në ato fillimet e hapjes biznesit tonë, sa e kanë besu punën tonë që kimi ja dalë? Vallai ma kanë besu, pa kanë pas frikë, se hera e parë, po ma kanë besu edhe kanë pas për krahun e tyre, edhe që qysh përshe edhe vetë. A mundemi me hy me pasë që duket brenda? Pra po e shofmi se është, domethënë gjithë pjesa e mbushun prej tyre. Po. Tha që janë 3.500. Po, për momentin i kemi 3.500. Sa qysh i bjen me i ndot, kallëzama pak qëtë pjesën që pote me gjenerata? Me gjenerata çdo 45 ditë. 45 ditë prej ditës parë, kur t'i morëm zogjt, i rrejsim vetë 45 ditë. Në ditën e 45 i qesim shitje. Pastaj kur të bëjmë këtë shitjen e zogjve, e pastrojmë fermën, e dezinfektojmë, i porositim zojt e tjerë edhe vazhdojmë me gjeneratën e rej. Okej, tregom trimar pak sa ke investu në këtë biznes komplet? Po kina investu se kjo firma o kanë kështu, po o kanë pak e kalt. E kena marrë prej fillimi, e kena renovu me forca tona, edhe e kena punë këtë gjendje tash qysh është. Po ka shku dikon rreth afër 50.000 euro. Qysh ka arë puna që u kallë, domethënë firma në fillim? Po një këjshi këto, e ka bane zjarëm të dhe ka marrë flak edhe firma. Do më thonë e ke rikthy prapë, do më thonë në gjendje që shukon. Në gjendje që shukon.
Sa ka pas ende ma shumë, domethënë, nevojë për me bë ma shumë këtë biznes? Po ka pas shumë punë, se o ka këtë panelat e dëmtune, o ka sistemi i dëmtun, këtë çdo sa në konë e dëmtune. Kanë e këna marrë prej fillimi rrymëra, dëmtune, këtë prej fillimi, domethënë, si me ndërtu një prej fillimi. Ashtu ka pas punë. Sa ju nevojitet për shembull krejt zotje për me pas ushqim, a duhet domethënë një mas e madhe e tyre se kur janë 3500? Po, është e vërtet, dikon 15.000 kg deri 20.000 kg shkon deri në përfundim me koncentrat, pastaj rryma, ilaçet, këto krejt. A mundesh me na tregoni shumë, për shembull, sa bëhet veç ushqimi i tyre? Veç ushqimi tyne. Po. Po dikon afër 10.000 euro. Afër 10.000 euro? Po. Veç ushqimi? Veç ushqimi. Okej. Varet edhe prej sasisë sa e ki. Sasia sa më e madhe ushqim aq më shumë. Sasia më e vogël ushqim më pak. A mendon që kemi u zgjeru ende me biznesin që e bën? Po, kismentardhen, po mendoj me hap edhe një fermë, ofër saj në këtë, po në këtë vetë dona me vazhdu veç me këta. E tjetërën vetë kismet, dona me ndërtu edhe një tjetër ofër sajna. Në më thonë njëjtë, me zëqë që i ki kështu me bërë punë, pjesën tjetër. Vetëm me punu me dy ferma. A mendon që kemi u zgjeru ende me punëtor, me krejta? Po, në tardhmen, po, besoj po. Sa mundet me konë shuma ma e madhe që i mbulon krejta nevojat edhe me rrymë, me krejta për shembull që duhen brenda biznesit tonë? Brenda biznesit, brenda mujit? Po. Po brenda mujit, për shembull, vetëm koncentrati, dikon 5.000 euro del. Vetëm koncentrati, pastaj rryma, ujë, këtu veç ofër 6.000-7.000 euro. Trimar të regëm sa e blejmë për shembull të një zak? Po, në një zak e marrim gjallë të 2 cent, pastaj deri në përfundim, kjo do të me shku 45 ditë. Deri në 45 ditë, pastaj ne i qesim shitje me 6 euro. 6 euro e qetë në 6 euro e shitje? qetë shitje, po. Sa, do më thonë, a blehen me, a është një shumë taman që duhet me e pas? A ju duket për shembull njerëzve shtrejt për tregun që e bajmë sot? Jo, nuk i duket shtrejt se është shumë e përballueshme. 6 euro sot çdo njeri i ka për me blej për shembull 20. Edhe është tamam se këta fermat e kanë të njëjtin çmim. Po. Apo kupton, edhe na kanë vendosur që është të njëjtin çmim me basi këtë fermat Kosovë që janë. Kur është momenti që ti e shet për shembull një Po zak? sot është dita e 25 e tyne, edhe 20 ditë këta dalin shitje. Do më ditën e 45, mundesh me shit shitje. Sa mundesh me i shit për shembull për një ditë? Po tash për momentin kam porosit shumë, edhe para se me dalë shitje kam porosit shumë. Po nuk shkon 1 javë, 2 javë, maksimum me këta i shesin krejt. Do më thonë është një pjesë ku ti përfiton prej kësaj, edhe kur ti shet, do më thonë merr 2 herë më shumë. E vërtet. Tregon pak tregu në Kosovë, ç'është duket që është? Po tregu në Kosovë është mirë, se në Kosovë ka mungesë mishit. Na me mish nuk mundem me kry në Kosovë për gjatë se është shumë mungesë e mishit në Kosovë, edhe blejnë njerëzit. Sa zëq mundesh me i rritë komplet gjatë vitit? Po me hecë mirë, dikon 25.000 për këtë vitin, 5 gjenerata në vit. 5 gjenerata në vit. Sa është për shembull një pjesë e caktume e tyre ku nuk mundesh me i shit. Për shembull ki tregun që ke dalë me i shit, po një pjesë e madhe të mbetet. Qysh është ajo procedura? Po është ajo procedura që edhe nëse mesim, na i mojnë këtu në fermë, ju shqejna, si për çdo ditë njëjtë qysha bojna, deri sa vinë njerëzit, i blejnë, i shqejsim, deri sa të jekum krejt. Pa i përfundu krejt këta nuk mundesh me pru gjeneratën e rej. A ki për shembull ndihma edhe prej familjarëve që ta ndihmojnë biznesin në uzgjeru ende? Valla për momentin veç për familjarët ngusht po, për babës, nanës, vllavit, motrës, për që tërkojna jo. Nëse veç një ditë kish me ardhë dhe me undryshu për shembull mendimi jot, a e kishe shit ndajherë këtë firmë? Jo, nuk e kisha shit. Se e di që kum hek në gurbet sa jom kanë, kum hek për çdo sen, kum vujt dhe më dha për qëtë ven, e tash jom këthy, kum vendosë më këthy, e për që ata nuk e shes, edhe sot është kismet ka me punu. Tregon pak qysh e shefti një pjesë
të madhe të shoqërisë që nuk dojnë, thamë në thojza me punu me firma? Valla, unë e kisha sugjeru tonëve më merë, ju veç me kilami, po me bujqësi me çdo sen që merë është ka përfitime. Ju kisha sugjeru ketëve më merë me këta, ju me dalë, veç këtë, me harxhu pa ligë. A e kështë ndru nëjherë, do më thonë jetën në fshat me ato të qytetet? Ju. Pse? Jo, se kisha ndru. Se qyteti nuk sjell përfitime kur gjo heq, do me ose di qyteti veç keme harxhu. Këto ki përfitime, e ki punën tane, që është me ngjes, punon, jem punë tane, edhe çdo herë është më mirë. Qysh kishte me kanë një mesazh joti për krejt ata që nuk dojnë për shembull me punu me firma, me biznese bujqësore, kundra ti çush e bën punën? Mesazhi jam i shkon, njëherë më janë nis, e tani besoj që këtë kishin vazhdu me punu me këtë profesion, me bujqësi, me çdo sen që merresh. Tregom Trimar, sa mundesh me nxjerr komplet vitin me firmën tonë? Po dikon për 25 mizash, dikon 100.000 euro, 130.000 euro bruto. Pastaj shpenzimet e këto, po me jetu mirë është. A e kishe ndru, tregom për fund, firmën me një punë nëse veç tu kishë ofru jashtë shtetit, shumë e mirë që e ke pas, edhe me një tarë me shumë atë mirë se këtu që je. A e kishe ndru nëjherë? Po, faleminderit, kjo është pyetje shumë e mirë, po ju sot më me jap një shtetësinë e Gjermanisë, e ta Austrisë nuk shkoj më, nuk e ndroj. Nuk e ndron më? Jo. Edhe nëse veç të ofrohen ai jetë? Jo, hiç, s'ka shanse. Tregon pak për fund një mesazh tonin përçus që ja u kushton krejt po thojna bashkëmoshatarëve tonë, me ju tregu që ja vlen për shembull me punu edhe me firma edhe me bujqësi edhe me krejta këto. Po ju kisha sugjeru krejtve dhe moshatarëve të mi, ju kisha thonë që edhe kush është gurbet, më kthy një herë me provu vend vet, se çto jena lindë, çto jena rrit, e pse mos me vazhdu në vend tanë me punu. Ju kisha sugjeru krejtve më kthy, çush e kam bëne edhe me punu, më merr me çdo sen që të merresh vend tanë ja vlen. Faleminderit shumë Trimar. Faleminderit edhe juve që më gjejtë këtu.